Përshëndetje, mirë se vini në Pardon My Friends. Dhe kur themi të ftuar nuk pyesim për protokoll, kemi fiks një personazh shumë të dashur që ka protokoll, po ka raste që dhe nuk e pyet. Mirë se vjen në Top Albania Radio Rudina Dembacaj. Mirë se u gjej goca, mirë se u gjej, shumë kënaqësi. Gjithmonë në mes, aty të shkon shumë pozicionin mes të gocat e grab, mes në Pardon My Friends. Kemi punuar për këtë ditë. Si ndihesh njerë pas episodit të parë, ishit live ditën e djeshme me gocat, si je sot? Do më thënë e ke ndjerë këtë emocionin e ditës parë, apo e ke kaluar tashmë? E shijova shumë, sepse do më thënë të gjitha bashkëprezantueset për jashtë Sherinën, unë i kam pothuajse mikesha, me Emën njihem prej kohësh, me Rozin kemi punuar, kemi ndërnjur 700.000 herë, se kemi qenë dhe tek i njëjti televizion, me Orin gjithashtu kemi kaluar edhe mbrëmje ndonjë gotë verë dikur. Edhe ndjem shumë komode, edhe Sherina gjithashtu. Kisha vetëm si më thënë atë frikën mos kishte pak emocione dhe i thosha gjatë gjithë kohës që do jesh shumë mirë, po e pam që në provë që ishte shumë artikuluar. Derisa normalisht herën e parë, madje unë e përgëzoj shumë sepse herën e parë dalësh televizion dhe dalësh live, nuk është as pak e thjeshtë. Është sfidë madhe. Po, e kaloj për mrekulli. Ja doli. Ja doli super mirë. Ky është paneli yt i preferuar deri më tani? Është herët për ta thënë, po që ti ke shumë eksperiencë, do të thënë vetëm ti nuk ndrohesh në gocat e gra. Kështu që ma kanë bërë legjend këto zoti më. Vetëm ti je pa ndryshueshme aty, kështu që dua të pyes për panelin, me cilin panel ti përshtatesh më mirë, dhe pse gjithmonë qëndron ti aty edhe nuk lëviz. Do ta zgjidhim se kemi pyetje edhe nga publiku, Leila. Kë ka mik Rudina Dembacaj që nuk ndrohet. Unë sa i përket paneleve, sigurisht që është herë të flas, po ndjehet që në fillim ai vibracioni pozitiv. Dhe duke qenë të gjitha goca me eksperiencë në prezantim, sepse dhe Ema ka patur emisionin e saj, unë ndjeva komplet në shtëpi. Ishte shumë më e thjeshtë, isha shumë më e lirshme, sepse pa dashje her pas here përpiqesha të ruaja pak ekuilibrat, ose tisha një farë katalizatori duke dramatizuar një debat me ndonjë notë humori, por nuk e mohoj që kam pas edhe raste që jam acaruar shumë, domethënë, sepse mund të kem pas goditje të vogla në brez, që pa diskutim s'më bëjnë asgjë mua, ja bëjnë personit vet atij që e thot, por gjithsesi është si nuk është komode, sepse presupozohet që të jetë një spektakël, se ai është gjysmë spektakël vërtet, është një talk show, prime time talk show. Ne nuk flasim vetëm për tema dhe të bëjmë qëllimi i Gocat e Gra, nuk mendoj kurrë që ka qenë të flasësh për një temë të caktuar, politikisht korrekte dhe mirëpafshme. Por të tregoni edhe nga vetja. Patjetër nga vetja, sepse nëse ke çfarë thua, dhe sigurisht duke nisur nga eksperiencat, nga mosha, nga karriera, duhet kesh patjetër diçka çfarë thua. Po unë kam gjithmonë më thjesht, unë kur komentoj diçka nisem nga vetja. Nisem gjithmonë nga vetja dhe nuk më ka interesuar kurrë, e kam marrë përsipër këtë lloj risku që të jem e vërtetë. S'm ka interesuar kurrë çfarë mendojnë të tjerët, edhe të jem politikisht korrekte. S'më ka, si më thënë, s'më ka ndritur ajo pjesë, nuk s'më ka pëlqyer kurrë që të jem thjesht politikisht korrekte. Unë këtë natyrë kam zgjedhur të jem këtë natyrë e hapur, ti tregosh gjërat siç i përjeton, të gjitha ndjesitë tua. Mendimet e mia. Fal Zotit, s'kam pas asnjëherë arsye pse ta mbyll gojen në aspektin në të gjitha kuptimet. Edhe ashtu si përjetoj gjërat, ashtu e kam thënë, dhe kështu duhet jetë në fakt Gocat e Gra. Dhe mendoj që ky është paneli i duhur për çdo lloj teme, për të diskutuar me gjithë diapazonin e tyre, të gjitha Gocat e Gratë. Ideja e një paneli të tillë me gra që vijnë nga formime të ndryshme, por që i bashkon një qëllim, që është ajo tryeza e përbashkët për të ndarë një program argëtues dhe jo vetëm, por për të dhënë dhe mesazhe shumë të forta, ndonjëherë ju vë edhe në, le të themi, në një konkurrencë në thonjza. E ke ndjer, domethënë, me që është puntata e parë, ndjeve pak dje ndonjë presion kështu? Kategorisht jo, sinqerisht. Për këtë pjesën e të marrit të vëmendjes apo? Kjo prandaj jam ndjer shumë mirë, sepse janë të gjitha profesionista.
më thënë shumicet përveç përjashtosh Erinën, po dhe ajo është profesioniste në punën e saj dhe kupton shumë mirë në fushën e saj. Po, në fushën e saj dhe kupton shumë mirë, domethënë qëllimin e përbashkët. Nuk jam ndier në asnjë moment dhe thash ku pas kam qenë. Se sa herë kam ndier xhelozim ka ardhur shumë keq, me thënë drejtën. Më vjen keq që njerëzit të vuajnë diçka që s'është fare as për të vujt, as për të. Pra ka ndodhur. Do të thënë protagonizmin tënd e kanë vuajtur të tjerët. Po, e kanë vuajtur që s'kan pas fare arsye, sepse nuk ka lidhje, ne jemi shumë të ndryshme. Nuk s'ka se si unë të jem si dikush tjetër. Unë dihet kam shumë vite tani që dal në ekran. Edhe dallohet kur do isha një kopje e dikujt tjetër. Janë gjithmonë përgjigjet e mia, nuk edhe kërkimet që mund të bëj për një personazh të caktuar janë të bazuara në këndvështrimin tim. Pra ti bën edhe gazetare në atë program. Jo, aty ka super gazetar, por në fakt nga një rast që unë jam ndier keq që kishim të ftuar dikë që kishte publikuar albumin dhe unë se kisha dëgjuar albumin. Nga ai moment do ja fala më vetes kurrë që nuk e kisha dëgjuar dhe ishte këngëtar që unë vërtet e doja shumë. Dhe nuk e kuptoja se kisha dëgjuar asnjë këngë të albumit të tij. Dhe nga ai moment i premtova vetes që unë ndjeva e pa përgatitur dhe është shumë e shëmtuar. Dhe kur themi Rudina nuk bën dot sikur, është dhe pikërisht kjo pjesa që sado Sajmira apo Lori mund të bëjnë gati gjërat apo materialet, ti do të kesh ndjesitë tua teksa ke një person aty. Sajmiri dhe Lori bëjnë Lori tani, po këtë sezon më përpara Leda, domethënë kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, se 5 moderatore të fusësh në tru secilës çdo lloj gjëje që kanë bërë ata kërkime një javore, nuk është një gjë e thjeshtë. Jo, nuk është. Sepse secila nga një pyetje po të kenë 5 pyetje, 5 përgjigje, 10 pyetje, 10 përgjigje, kupton, është Ikin minutat. Ne kështu kemi kaluar minutat e para të programit. Do të kemi shumë pak publicitet dhe rikthehemi me Rudinën sepse kemi shumë për të folur sot edhe me shumë dashamirësi ajo do të na përgjigjet siç bën gjithmonë çdo intervistë të saj. Edhe janë përgjithësi bisedat më interesante bëhen në publicitet. Kur nuk jemi live. Dhe po flisnim pikërisht për pjesën e komenteve, sa mund të ndikojnë ato në humorin dhe mirëqenien ton, le të themi. Dhe Rudina e ka deklaruar dhe dëshmuar tashmë që në fakt nuk është nga ata personazhe që i përjeton dhe i vuan se në fakt ke pasur lume patjetër. Ka qenë një periudhë që kam vuajtur 1-3 ditë në jetën time, vetëm atë mbaj mend, ja kam leju më vetes kurrë. Se u poqa emocionalisht e kuptova që ky millet nuk të pun ka. Po, pastaj në momentin që e publike 50 do të duan, 50 të tjerë jo, 40 do të duan, 40 do të urrejnë, 20 nuk ju intereson fare. Janë elektorati gri. Janë abstenim, domethënë edhe kur kupton këtë ratohesh. Mendon janë mësuar tashmë njerëzit me ty, me sinqeritetin tënd, me humorin tënd, a janë lehtësuar komentet, domethënë si analizon ti, si të duket ty situata? Shikoli, çudia më e madhe 3 ditë zgjat, sidomos në Shqipërinë tonë që po normalizojmë çdo lloj gjëje dhe po bëjmë skandaloze gjërat normale. Pra, sot po trumbetohen edhe po duartrokiten dhe kanë klikime njerëz të cilët merren totalisht me punë të jashtëligjshme, apo partnerët e tyre, domethënë janë si diva të adhurueshme të shoqërisë shqiptare dhe njeriu që bën një punë se hedh njëri syt se kjo s'bën, se kjo flet troç. Domethënë nuk duhet të fokusohemi te kjo. Asnjë prej nesh duhet të fokusohet te kjo. Unë fokusohem te njerëzit që më duan, që më dërgojnë akoma video të shkuara kur kam bërë pjesë të humorit apo copë za interviste shumë këto ditë, nuk e di, pjesa humorit ka çarkulluar shumë, kam parë pafund video që çarkullojnë shumë. Algoritmi që Rudina do fillonte goca dhe gra dhe që do vinte në Top Albania Radio na nxjerr të gjitha videot të mundshme të Rudinës. Ka bërë në gjithë të vite. Po pra, është, domethënë, këtu jam shumë e fokusuar. Këto gjëra më pëlqejnë. Pastaj unë e dashuroj punën time. Kushdo vjen. Puna ime është me publik. Edhe në televizion, nëse kanë dëshirë të më shohin, e shohin emisionin. Nëse s'kan dëshirë, nuk e shohin. Nëse duan të vinë teatr, paguajnë biletën dhe vinë. Dhe nuk
si mundet ju kushtoj rëndësi unë atyre që s'më duan, ndërkohë që ata që vinë në teatr më duar trokasin. Unë ju përulem aty. Që ta dini, domethënë. Sinqerisht ju përulem. Domethënë ajo është magji. Teatrin e dim që e ke pasion shumë madh, flasim edhe për teatrin, por me që po flisnim për komentet në rrjet, shkëputëm një mesazh në fakt, unë e kam në screenshot këtu, po pak rëndësi ka. Thelbi i këtij mesazhi ishte: Rudina Dembaca, ne thuaj mikun që ke futur në Top Channel për të qëndruar vetëm ti stoike në goca dhe gra. Sot, madje unë tani mas dite i shkruaj ta Sajmirit, autorit, sepse gjatë gjithë ditës kam pas shumë telefonata, mesazhe, kam takuar të njerëz dhe është hera e parë njerëz që dashurojnë me gjithë panelin, se gjithmonë kanë thënë ti je shumë e mirë, po kjo kështu, po ajo ashtu, do të thotë që po kjo për gjithmonë. Po, ndërsa këtë herë kam marrë komente super pozitive për gjithë panelin, se mua në sy s'para ma thonë që s'të durojmë dot. Që s'jep një gjë, domethënë. Edhe në thonë si ka mundësi që je vetëm ti, po për këtë duhet të pyesim vetëm produksionin, vetëm Top Channel ju betohem. Tashi për miqt edhe nuk tregohen. Do t'i marrim sekret se mundet të Shiko, Jonida, për gjithë njerëzit që nuk unë mendoj që puna jon nuk do funksionon të kur me mik. Patjetër. Sepse nuk po them se unë jam një ku e dini ju kush jam unë, s'është fare kjo, sepse një emision mund të jetë shumë kollaj një cikël, unë mund mos isha që sezonin e dytë, po thjesht është një e kanë gjykuar që duhet të jem dhe jam shumë falenderuese sepse është një emision që unë e dashuroj me thënë drejtën. Dhe e ke bërë mirë. Të falenderoj. Nuk mendoj që kam qenë në maksimumin tim dhe jam e bindur që do jem në këtë sezon, sepse të gjitha kolegët kanë një eksperiencë goxha të madhe dhe kjo gjë më ngroh. Pse mendon që s'ke qenë më të mirën tënde? Ka qenë arsyeja njerëzve që ke qenë? Jo, është edhe pak çështje e kimie, Lej, se ka fajin askush, ndodhin ca situata pa fajin askujt. Thjesht jo çdo gjë mund të ngjisi. Mund të shkojë vaj. Ashtu siç ngjit me disa persona, sepse ne jemi aq hipokrite sa me qenë të mirë me të gjithë. Domethënë jam e sigurt që dhe unë për disa mund të kem qenë problem komplet pa dashje. Pra, se kam ditë fare që po bëj diçka gabim, por mendoj që eksperjenca e bën këtë gjë, e bën shumë këtë gjë. Eksperjenca në televizion, po edhe në komunikim me njerëzit, duke qenë se ti pas here ke bërë shumë shpesh shfaqje, ke punuar në grup, domethënë nuk ke këtë ndjesinë e protagonizmit dhe të shfaqurit, sepse ke qenë dhe producente në teatr dhe në kinema dhe nuk e pasur rolin kryesor. Jo, ajo është ajo është kulmi, mund të bësh, nuk e di. Për profesionin ton, që unë jam, tash mund ta quaj veten aktore pavarësisht se e them gjithkohë që jam autodidakte, është fyese. Sinqerisht unë do fyeja veten nëse do ngrija një produksion të tërë që të isha vetë aktore kryesore. Unë do ngrija një produksion të tërë për kauzën që do kishte ky produksion ose mesazhin, apo qoftë edhe për të shkuar mirë e gjitha. Unë tek filmi nuk kisha si të isha aktore kryesore sepse nuk e meritoja. Edhe pse gjithë bëjnë këtë, edhe janë producentë edhe aktor kryesor, marrin vëmendjen, marrin atë dritën, shkëlqimin. Shqyr, prandaj jemi të ndryshëm. Domethënë ka dash Zoti që jemi shumë të ndryshëm, prandaj është kaq e bukur bota. Ne nuk janë gjitha gjërat i soi, s'do e pranoja këtë. Edhe jam shumë e re për të bërë roli kryesore. Ka akoma kohë, sepse Rudina me sa kuptojmë dhe shohim me gjithë këtë pasion që ka, do të ketë të tjera shfaqje, është edhe të tjerë filma, apo jo? Kemi diçka rrotull dhe në tavë? Tani filmat janë shtuar shumë dhe kjo gjë më gëzon shumë. Në bërë si podcaste. Por gjë e bukur, Lej, se po rritet kinematografia jonë dhe sa më shumë filma do ketë, aq më shumë aktor të mirë do ketë, aq më shumë regjisor të mirë, producent të mirë. Domethënë përmirësohet tregu duke punuar, se duke nejtë në shtëpi, sado të kesh mbaruar ti me yje me xixa, praktika të përmirëson. Nuk kam akoma si projekt filmi, them drejtën, e mendoj shumë shpesh, po dua të gjej edhe linjën e duhur, skenarin e duhur. Linjën e duhur dhe bashkëpunëtorët e duhur, po. Në teatr?
Në teatr do rikthejmë shfaqjet që kam patur, ndërsa për projekt të ri nuk flas dot akoma, sepse ishte vendimi im që këtë shtator e mora pak më ngadalë sa zakonisht. Ngadalë në fjalorin e Rodinës, me biznes, me fëmijë, me angazhime, me televizion, me të ftuar. Si arrin ti bësh të gjitha se je edhe një shefe, dhe nuk e di çfarë shefe je ti, a dirigjon me gisht apo je pjesë stafit, pjesë bizneseve, Unë mendoj që mbledhjet e mia janë më shumë kështu takime frymëzuese se sa mbledhje dhe kritika. Kohët e fundit kanë filluar u bëj mbledhje me shifra, sepse du t'i ul pak me këmbë në tokë. Po jo, ka gjithmonë nota humori në mbledhjet e mia. Duhet me pyet ata që punojnë me mua. Edhe maksimumi që kërkoj është korrektësia, se vetë jam shumë korrekte, nuk vënohem kurrë, jam person që... Erdi që rekore para, kështu që... Më herët. E kam fiksim korrektësinë, domethënë edhe ndonjëherë që nuk kam qenë korrekte me ta, ju kam kërkuar shumë djes, jam kërkuese, sepse mendoj që unë vetë si drejtuese jam person që, si më thënë, gjatë gjithë kohës krijoj. Kur je krijuese, je edhe kërkuese. Sepse ka raste që atë që kam unë kokë, mezi e shpjegoj. Dhe më kuptoni, ma lexoni. Po ditë them që është shefe shumë e mirë, sepse pasqyrohet tek i gjithë stafi, nga mënyra se si ata buzëqeshin dhe të shërbejnë. Do të thotë që Rodina ka lënë një energji të mirë edhe te pjesa stafit. Faleminderit, mundohem shumë, sinqerisht, të jem të paktën rigoroze. Jo shefe me sikur i ka ardhur cikli. Jo njëherë me nerva, njëherë e qeshur, përpiqem që mos jem lunatike. Kur më ka qelluar, kam parë dhe me pjatën e përduar, domethënë ti ndihmon stafin, një pjesë e stafit, je pjesë. Jo, kur isha në Livad, ndonjë shumë orë në ditë në banak, në fakt, sepse puna atje ishte shumë e paparashikueshme. Ne nuk e dinim që do kishim aq shumë qarkullim dhe nuk e përballonte vetëm banakieri. Im shoq nxirrte pjatat nga kuzhina, ndërsa unë laja gota diku te 4 orë në ditë pa ul asnjë sekond. E shifja me inacëm dhimbte mesi, sepse kishte zgjedh punën më të lehtë, Marko. Se ishte në lëvizje. Por mundohem, të gjitha këto janë, si më thënë, vinë si rrjedhoje jam pak person që funksionoj me skematik, me orare, gjë e më rëndësishme që kam unë janë oraret e gocës, gjumi, ushqimi me vete, këto gjëra. Domethënë në momentin që fillon dita me këto, pastaj janë të përballueshme tjerat. I ke të shtruara të tjerat. Kemi pak publicitet sërish dhe do të vjojmë bisedën, do të kalojmë prapë te goca dhe gra, se kemi edhe ca pyetje Rudi që ti kemi bërë.